ata të cilët i ndihmojnë davetit, ata nuk i ndihmojnë hoxhës, o vllazni, nuk i ndihmojnë hoxhës, ata i ndihmojnë vetvetes, sepse këtu ata fitojnë shpërblimin, ata e çelin një xhirologari të ahiretit, ku me veprën e tyre pastaj ditën e gjykimit kanë pa inshallah shumë vepra gjigante të cilët e kanë nevojë çat ditë ku është shumë e vështirë. Nëse ju ja ktheni shpinën, Allah e bën një tjetër popull, e ju zaventson. E pastaj çata asha vin, ata nuk janë si ju. Nëse ju keni qenë koprac, ata nuk kanë më qenë koprac. Nëse ju keni pritu, jeni largu, ata nuk kanë më largu. Ata kanë më qëndru aty, kanë më ndihmu davetin. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Ata të cilët i ndihmojnë davetit, ata nuk i ndihmojnë hoxhës, o vllazni, nuk i ndihmojnë hoxhës, ata i ndihmojnë vetvetes. Ata i ndihmojnë vetvetes. Pse i ndihmojnë vetvetes? Sepse këtu ata fitojnë shpërblimin, ata e çelin një xhirologari të ahiretit, ku me veprën e tyre pastaj ditën e gjykimit kanë pa inshallah shumë vepra gjigante të cilët i kanë nevojë, ata kanë nevojë çat ditë ku është shumë e vështirë, ku i duhen veprat e mira. Edhe ata të cilët ja kthejnë shpinën, ata vetes i bojnë dëm, nuk i bojnë askujt dëm. Në kësi raste, kur ti nuk i ndihmon davetit, duhesh me pyet vetveten, çka ke bo ndonjë mëkat, ndonjë gjuna që Allahu xhelle xhelalu të ka lidhë dhe nuk po mujtesh me kontribu, nuk po mujtesh me vepru, nuk po mujtesh me sakrifiku, nuk po mujtesh me dhon. Gjithmonë kur po vjen puna për me dhon diçka për davet, me financu diçka, ti po tërhiqesh, po të vinë 700 mendime ndryshme të kësaj dunjajës, ku pastaj po e neglizhon këtë çështje, po heziton edhe po nguron. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه thot Allahu Azza wa Jall. O ju jeni ata të cilët po ftoheni me dhon, me kontribu për fejen e Allahut, në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ndërsa ka prej jush të cilët janë koprac, ata nuk janë koprac kundër vetvetes së tyre. Ata i bojnë dëm vetvetes së tyre, sepse wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara, Allahu është i pasuri, ndërsa ju jeni të varfër. Ju jeni të varfër për shpërblimin e Allahut xhelle xhelalu, ndërsa në fund thot Allahu azza wa jall një çështje friksuese për neve të gjithëve. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Nëse ju ja ktheni shpinën, Allah e bën një tjetër popull, e ju zaventson. Ju zaventson. E pastaj çata asha vin, ata nuk janë si ju. Nëse ju keni qenë koprac, ata nuk kanë më qenë koprac. Nëse ju keni pritu, jeni largu, ata nuk kanë më largu. Ata kanë më qëndru aty. Kanë më ndihmu davetin. Kanë më ndihmu projektet e hajrit. Prandaj Allahun duhet me lut secili prej neve Allahun, që Allah na shfrytëzon e mos na zaventson. Treni i krenaris i privilegjit ti sa po don me hyp aty. Nëse nuk hyp ti, s'ka problem, dikush tjetër hyp, e zë vendin tonë dhe ai e merr privilegjin edhe ai e merr atë hedije, atë begati, atë mirësi, edhe atë nder, ndërsa ti me të kërkon hiç, e ke hup shansën. Prandaj duhet më vetëdisu vllazni, elusim Allahun azza wa jall që të na ndihmon të kontribuojmë për një me për davetin. Këtu është lidhje davet, nuk është lidhje e jona personalisht. Secili prej nesh duhet me mendu edhe me pasë çka ka bo dhe çka po kontribon edhe çka don me kontribu për të ardhmen.